Si mund të fitojmë 6.000 sevape për 1 minutë? Kur'ani famëlar është libri I vetëm prej të cilit fiton 10 sevape, nëse lexon një shkronjë nga ai. Një resht nga Kur'ani famëlar përbëhet nga 35 deri në 40 shkronja. Nëse lexon një resht fiton 350 deri në 400 sevape. Dhe një resht mund të lexohet për 1 minutë. Një faqe e Kur'anit famëlar përmban 15 reshta. Për 5 minuta mund të lexohet një faqe. Nëse lexon një faqe fiton 6.000 sevape. Një ditë përbëhet nga 1440 minuta. A nuk mund t'i marrim disa minuta dhe të lexojmë në librin e Allahut të lartësuar dhe të meditojmë rreth tij? Nga Ebu Umame radiallahu anhu transmetohet se ka dëgjuar profetin alayhis salam të ketë thënë: lexoni Kur'anin se ai do të bëjë shefat ditën e gjykimit për ata që e kanë lexuar atë.